Përshëndetje nga e Shtuna, po ne ishim te Teatri Kukullave, tani sapo hyrëm në shtëpi. Tash do marrim qenushin. Po, edhe do ikim ta nxjerrim pak xhiro. Shola, ikim. Nuk di çfarë të bëj për drek. Kam byrek nga dje këtu. Kam bërë me ato petët që ju kam thënë ato petët sfoljat, po kthejër nuk gjeta si ato petët e parë, ato ishin më të mira, nuk e mbaj mend si e kishin emrin, po më duket se mamës. Kurse këto të tjera kishin një emër tjetër, nuk gjeta si ato dhe u detyrova të mirë këto të tjerat, nuk është bërë aq i mirë sa herën e parë, po që është i mirë. E bëra me gjiz, me kost, me vezë. Është i ngrënshëm. Po sot nuk e di. Kështu që do ham këtë nga dje, do bëj çik sallatë. Ishim brëm të mami Endrit na ka dhënë sallat jeshile të freskët, çik sallat, do një salcice të skuqur, edhe të kalojmë drekën. Pastaj më vonë nuk e di çfarë do bëjmë, do dalim. Unë në fakt pash një telefon, po ishte në Tiranë, edhe nuk e di nëse do shkojmë sot ose nesër për ta parë edhe për ta marrë. Fokusi im për shembull është thjesht kamera, edhe tjetë pak i shpejt, të tjerat nuk është më nevojiten shumë. Po do shikojmë. Mbase shkojmë sot në Vlorë dhe nesër në Tiranë, ose mbase rrim fare sot në shtëpi se është Big Brother edhe unë nuk dua ta humbas sot. Nuk është se jam kurioze për Kristin, si ka dalë. Se unë vetëm për Kristin e shikoja Big Brother. Tani kam edhe Selinën qef, po që për atë e shikoja më shumë. Nëse tani do marr një copë byrek, do e has se vajti dreka dhe s'kam ngrënë gjë akoma. Sot na ka dalë dielli e jashtë ishte o zoti masa ngrohtë, tamam ditë pranvere. Hello! U kënaqë edhe Adrola që parë me qenushin që dolëm se gjithë to ditë ka qenë shi, edhe nuk është se kemi dalë me qenushin, kurse sot u kënaqën të dy. Shola? Po, akaqim. Qa do? Mora olën nga kofshti, shkova dhe te fruta perimet, mora domate, duke shumë të mira, mbaj njerë domate, të paktën mbaj njerë domate. Mora kastravet. Mora kastravet. Okej, mora piperka, mora edhe kungulleshka. Të gjitha këto kushtuan diku te 5.000 lek, 5.500 më duket, po. Çdo gjë është rritur kaq shumë. Nuk e di, do bëjmë vonë fërges për drek, me piperka, me gjizë, se kam shumë gjizë. Nuk e dija çfarë të bëja, tash po bëja atë, po bëj sallat, po skuqe dhe ndonjë gjë kështu, ndonjë sallam, ndonjë mish, nuk e di. Edhe do kalojmë drekën. Por që po do të thoja që të gjë po rritet kaq shumë. Ika. Jam e inatosur. Porosita një palatlete, te një faqe që nuk dua t'ja përmend emrin, por shikoni, nuk është e tmerrshme kjo. Tani, e shkruajta faqes edhe i thash ç'a bëhet në të tilla raste? Më kthen përgjigje, më than i ke veshur? Normal që jo, i thash. Nuk e zgjata më shumë edhe pse donin ndonjë fjalë tjetër, që edhe nëse do i kisha veshur, kaq delikate janë sa do hapeshin me njërë të veshur. Më pyetën i ke marrë dje, do me thënë unë i mora të premte, mbas dite nga ora 6, edhe ju shkruajta të shtunën nga ora 1 ndoshta. Nuk i thash gjë për këtë. Pastaj më thanë na dërgoj një video nga poshtë. Ja u dërgova, dukeshte që nuk janë të veshura, normal, se s'kisha kur i vishja. Pastaj më thanë që vajza i ka futur në rregull, po ndoshta i ke hapur me dorë, domethënë. Diçka të tillë se nuk e mbaj mend fiks këtë përgjigje. Edhe bisedën e fshiva nga që nuk doja të acaroja nervat. Kaq budalla që ju dukemi thash sa ti hap me dorë, edhe për çfarë arsye? Domethënë do e bëja këtë. Pastaj më thanë të kërkojmë ndjes, edhe mund të zgjedhësh diçka tjetër, ti ndrosh domethënë. I thash nuk ka ish të tilla në numër 36, më tregua një palë të tjera të tilla dhe ato ishin kështu domethënë, të si të hapura, si jo të punuara mirë. Pastaj i thash
duken që janë njësoj, do me thënë që doja të thoja që nuk është faji im, ja si janë edhe këto, duket që janë si të hapura. Por faleminderit për përgjigjen i thosh. Nuk e di me çfarë klientësh keni të bëni ju, po unë nuk do e bëja kur veten për atë shumën që i kam bler, që t'i hapja vetë me dorë. Edhe punë të barë, diçka e tillë. Malansin. Nuk e di ku shkojnë të biznes, por ju thash që fshiva bisedën nga nervat, nuk doja ta vazhdoja më, nuk doja të zihesha, edhe pse normal isha në të drejtën time, por qa do bëjmë dollën dhe këto, nisë. Kështu si model më pëlqejnë shumë, nuk e di cilat janë këto, do me thënë, cili brand. Normal që këto janë imitim, por më pëlqyen sepse nuk kishin asnjë gjë të shkruar. Mund të jenë imitim, por nuk kishin asnjë gjë këtu. Pa logo, pa gjë. Në kam duken shumë bukur. Okej, aty do një gjithë pak, po sado që t'i vesh për çmimin që i mora janë në rregull. Kështu më pëlqen se janë model lezetshëm. Dhe siç ja u thash, nuk kanë logo që të duken pak të bajatshme. Okej, janë të lezetshme. Do i kombinoj me ndonjë veshje edhe do i vesh. Okej. Për çmimin që i mora janë super. I kam lënë kështu në kuti nga inati, nuk doja t'i hapja ato ditë, se sot për shembull që po flasim është e hënë, edhe ka kaluar 2 ditë, kështu që edhe inati ka zbritur pak, po, kështu muhabeti. Dje ishte diel, po nuk dolëm, ndenjem në shtëpi, do me thënë e morëm kështu qetë. Të shtuna në darkë e kishim lënë që do shkonim në Saran. Tham po dalem një xhiro me që edhe ande është pak qetë tani. Plus që të shkonim te restoranti ku shkojmë gjithmonë, se na ka marrë mami. Por në mëngjes pastaj e morëm avash. Kur u zgjuam ne shkoj vonë, edhe derisa të shkonim, derisa të ktheheshim, do shkonte shumë vonë. Plus që kishte adrolajt për të bërë një projekt për në Kopësht me Orist, kështu që bërëm një plak bore. Po harrova mbrëm të bëja video dhe t'ja u tregoja. Plus që duhet të lanim një foto, se e donin edhe atë për te Kopshti, edhe e lam pastaj. Dolëm nga lumi, edhe u kthyem në shtëpi. Po çfarë do të thoja unë tani? Se kam edhe këta të dy këtu që më çmendën. Po ku doja të dilja unë? Si që thash dolëm te lumi, edhe gjithë rrugës një burr më tha Iqa, që se mora vesh ras vetë se çan do ta. Shikoja njerëz të tjerë që nuk e di. E të mërshme. Një gjë vogël me lesh, që ti të fal vetëm dashuri. Nuk e di do me thënë si mund të mos e duash. Të kesh frikë nga një qenush i vogël. Edhe akoma më shumë bindem që njerëzit që nuk e duan kafshët janë njerëzit më të pa shpirt në botë. Nuk po them për njerëzit që i kanë fobi apo kanë kaluar ndonjë traumë nga qeni, po tjetë qeni në punën e tij, edhe do thua që nuk e di të mërshme. Sa vjen më shumë, njerëzit nuk po duan lëkurën e tyre dhe jo më kafshët. Për ta ardhur keq. Vajta mora pak, do i le tani në shtëpi edhe do i të marr Olën. Ta hapi pakon që mora, unë e di çfarë është. E mbani mend që ka marrë këtë kukullën nga doja u le emrin këtu se nuk e mbaj mend. Më shkruajtë më thanë që të lija një review edhe do merrja një dhuratë për review-n, domethënë. Zgjodha këtë. Edhe po, ja, do e marrim vesh si vendoset, se nuk dim nga këto. Është për kukullën që të loza drola. Kam një orë që i mundohem edhe nuk po e vendos dot, që nga shkencë më vete, punë më vete. Po nese do e gjetë zgjidhje. Erdha këtu se do bëjmë gati, do dalim, sot është ditëlindja e Endrit. Nuk e kemi vendosur ku do ikim, po besoj se do ikim tam një drek darkë edhe do vim në shtëpi. Mbase në Vlorë, mbase këtu në Fier, nuk e kemi vendosur, por që po. Do vesh këto pantallona, po mendoj t'i vesh me këtë bluzën kështu të kuqe me një bluzë bardhë poshtë, po nuk jam e sigurt, gjithsesi do shikoj aty çfarë mund të vesh. Këtë e kisha të nderë në hotel dhe kam pak këtu but këtu. E kurosa po të shikojmë tani. Sa do shkojmë bashkë.
Me të parë, me të bërë. Po vishem si fillim edhe pastaj do të tregoj më vonë. Edhe make-upi i përfunduar, tani këtë bluzën këtu, nuk e di e keni parasysh si i kthejnë këto kopsat i mbërthejnë, nuk e di që të ri pak më lart. Do gjej një video ta mbërthej ashtu se kam 2 orë që i mundohem dhe nuk po e bëj dot. Endri është duke ardhur, kështu që do bëj gati dhe adrol. Do ikim. Përshëndetje nga e premtja, jemi parë që të mërkurën, nuk kam filmuar më. Pse? As vetë nuk e di pse. Nejse. Erdha këtu se do bëj këtë scrubbing, kam shumë pa e bërë, shumë. Nuk e di do me thënë kur e kam bërë për herë të fundit. Edhe thash, po flas edhe me ju pak, dhe po bëj edhe këtë, do luaj edhe vetullat. Po fytyrën këto kohë e kam pasur shumë keq, shumë, gjithë shenja. Aty duket sikur i rëndoj shumë, po nuk i rëndoj atë sa duket aty. E shpërlajmë tani. Marrim këtë furçën edhe luajmë vetullat. Edhe pasqyrën. Del mushi. Hello, dhe fillojmë tani luajmë vetullat. Unë e bëj shumë pak dhe se për ndryshe nuk i luaj. Kjo ka aplikatorin e saj, po unë me këtë zbet fjalë të luaj. Si zombi. Aq keq dukem. As keq. Doja ta mbylla këtë videon, po kishte dalë shumë e shkurtër. Ja që dua të filmoj me telefonin tjetër. Thash po filmoj edhe sot që t'ju flas pak. Ta editoj dhe ta postoj që mos filmoj me këtë telefoni. Të filmoj me telefonin tjetër. Kjo më duket sikur është trashur pak. Edhe po si që thash që mora telefon tjetër të ri. Isha midis iPhone 13, 14 dhe 15 Pro Max. Më lart nuk do shkoja, normale, se nuk do investoja shumë për një telefon. Por që si përfundim mora 13 Pro Max, sepse gjeta mi ishin super të mirë. Edhe kamera më pëlqeu tepër, kështu që thash ok. Plus që kam dëgjuar vetëm 17 Pro Max bën ndryshimin tek video. Këto të tjerat janë pak a shumë njësoj, kështu që thash ok, do marr 13. Edhe deri tani kamera më pëlqen, po do e shikoj më shumë kur të filmoj video. Se kështu kam bërë ndonjë foto, më duket interesante, po siç thash do duket kur të filmoj tani unë. Edhe të flas këtu, edhe të bëj vetullat nuk po e bëj dot. Vetullat nuk kam ditur kur t'i lyej. Nuk e di çfarë po bëj. Nisi do ju le këtu dhe do ju tregoj në fund se nuk po vazhdoj dot.